Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jemi bashkë me Hoxhën Urim, imam I fshatit më të madh të Shqipërisë, Sakrani I Fierit. Dhe jemi na 5-6 kosovar duke shkuar në Sakran të Fierit të shohim xhamin e re të Sakranit, që pas 60 viteve falet 5 vakti, edhe knot e zani, edhe është fal Bajrami, edhe është prej kurbani, edhe është përndat kurbani e kështu më radhë. Kështu që deshtëm pak me ju bon juve lloj shovi, apo lloj shakaje, apo një lloj qeshje me ju bon të gjithë dhe kush edhe neve në njifni. Sot na jemi në një zonë të çuditshme, në mes Fierit, ne jemi në Trekant, këtu para neve është Mallakastra, prapa neve është atje në zona e Vlorës dhe në krahun e majtë tonë në zona e Fierit. Pasi që hangrëm sot një drekë shumë të lezetshme me një prej restoranteve të vendit këtu, dolem këtu, kur dolem këtu gjinkalën po ndëgjem, pa ndërpeshi ka, farë bukuria, vetëm ajo dëgjohet. E mua ky vllau I vendit ma lexoi një vjersh, unë e shkrova për t'ja u thonë juve. Edhe pak mu knaq ju me fëmijët e juj, edhe që jeni në diaspor, edhe në vend, kështu që do t'ju bëjmë pak cirk, ajgare, shaka. E mësova këtë vjersh kështu, gjinkalла, kjo që përbën nga? Gjinkallla veç këndon, nuk punon ama, ha? Dembela. Po shikosh ka, I thot bubresit, se bubresi është insekti më I hershëm që punon pranë verë. Tanë verën punon, mirë po është shumë tamaqor dorën e mbledhe me ka. Mbledh, fut atje, mbledh, fut. Kuj nuk jep? Po, I fut në barkë. I fut atje në barkën e dheut atje. Edhe gjinkallla një ditë po I thot. O bubrec, që gjithë ditën rinë të ecë, veç ecë, se bubreci ja kondet më punua. Ecë e grumbullon, a thu e valë për mua punon. Gjinkallla, mos po punojsh ti për gjinkallen. Të gjinkallla e din që s'punon për ta, e punon, si kush për veti po punon. I thot, o bubrec, po vi me të pa, ta shkara në zërë gjinkallla. O bubrec, po vi me të pa, një barë dru, ma jep po a. Një barë dru, dim një kartë, që gjinkallla tanë verën, kam për vikam, lis, veç këndan, ja. A bubrec, jo të hese për therën, e për gjamën, e për kësi gjera. Një barë dru, ma jep po a. E ta kthej kur të vin vera, për një barë, t'jap 2 barë tjera. Për një barë 2 kur t'vjen vera. Po kur vjen vera prap nuk e pa, sepse prap këndon. I pëlqen hija, nërë hija dhe punë zvan. Pasi që jemi të shkuar në Sakran. Po, da ma mirë bubreci e gjinkallla. Ma mirë bubreci. Me pas, edhe me grumullu dhe me dhënë, ma mirë dhe. Punoj jep, ma mirë të ta, kjo e lypë. Kjo gjinkallla si kërune, une kënoj edhe lypi. Jo, A njeve, une kënoj edhe lypi, pranoj, une si gjinkallla e bëjnë punën. Si bëjnë si bubreci. Unë të kam cilësuar si bilbili. Edhe Edhe një ditë të bukur prilli, se të qëndroj këndej bilbili. Ditë prillit ka qenë, kur kam ardhë në për Sakran. Edhe ke shku dhe lokali parë, kafeja e parë që ke gjetë, e ke dhënë selamu aleikum, edhe një letë I aty të jam përgjigj aleikum. Para disa vite. Në Sakran, po e përshkruan unë, kjo kam majtë mentë, unë jo, para disa viteve, kam kalu, bile kam kenë me një shok timin me gratë, kemi ardhë, kënina, ku ky fshati madh, 25.000 banor ka fshati, Sakrani s'ka xhami, po thamë, ja Rabi, ku do këndoj ezani, kishte pas xhami para 60 viteve.
kur dhe këndërizoni, po thash ta provojmë Preja në asaj restorant. dite. Selamu alaikum, me kujtohet një xhaxha ka pas emrin Mustafa. I ka pas këtë republikën. Mustafa është bërë për Ahmet tash, nuk e Ka vdek, a? Po ka qenë. Tash të pëlqen me burri pas mirë dhe xhamiti besimtar. këtu në Tekran? Po si ore? I është plëcu dëshira mas shumë viteve, rahmet shpirti, inshallah. Edhe? Dhe vlezë preja ditë që Hoxha qëndroi sakran dhe u dha selam në momentin që gjithë ja kanë thy selamin, edhe Xha Mustafai. Xhamia ka qenë breng për Hoxhën dhe sot që ne rrim këtu në hije si Gjinkalla, po Hoxhën nuk do të arsojmë me Gjinkallën, po si bubresi që nuk rri dhe të Edhe uj që ecën tije dhe Hoxha që ecën bën shumë punë mirë dhe veprat mira. Sot një vit ne jemi ullur pa kry xhamin, sot ne kemi ullur këtu e kemi xhamin e Sakarin të krymë. Dhe për që ata dhe unë e kam recitu një ditë të bukur prilli, se të në qëndron këtej Bildili. Gjithë selamin ja kthejnë, Hoxh ma zëllamin ma lëngjejnë. Rrugës Sakranit ku shkon, të gjithë i përshëndet, aty takon dhe bashkim, të dy flasin për xhamin. Por bashkimi pa menduar dhe pa përtuar, se më pare kish menduar, i thot Hoxhës, objektin që kemi përballë do bëjmë xhamin e bardhë. Hapi krahët, shqiponja e malit, Mashallah. ma lëngjehet Hoxha i Ballkanit. Lot i rjedhin prej syve të ballit. Një dua i del prej xhanit, Zot bekoj djemt e vatanit. Zot bekoj Shqipërinë, këtë tokë, këtë trull dhe këtë njerëz. Se Zoti u ruaj dhe u bekoj. Urimi është poet, aty për atyri që të nxerat. Ndoshta nuk i kuptuat të gjithë fjalët që i tha. Pak me dialekt Se këto kështu pa edhe një herë prej fillimit, ditët e prillit, një ditë të bukur prilli, se të qëndron këtej Bildili. po, Të gjithë selamin ja kthejnë. Ju Kur kam ta- dhënë kur ta selam, thënë po. selamin, ma lëngjes, po, se mendon, hyrë në lokal, edhe jep selam, kur ta kthejnë selamin, po, ndryshon situata, bota. po, E mas që ua ke dhënë selamin e i ke përshëndet, rrugës Sakranit ku shkon, të gjithë në radhë i takon. Selam jonit, selam tjetë. Aty takon edhe bashkimi me djalin e tij, banori zonës, e kishin menduar që një banesë tyren për ta dhuru për xhamin. po. Dhe bashkimi, pa përtuar, ja kthen përgjigjen se më pare kish menduar. Dhe i thot Hoxhës, objekti që kemi përballë do bëjmë xhamin e bardhë. Aty hapi krahët shqiponja e malit. Lot i rrjedhin prej syve të ballit, prej mallëngjimit, se erdhi selamin e dha. Njerëzit i takoi, për më tepër njëri prej tyre një objekt 1000 euro e jep dhurat, e dhuron. Po, Lot i rrjedhin prej syve të ballit. Një dua i del prej xhanit, Zot bekoj djemt e vatanit. alhamdulillah. Të gjithë ata djemt që punojnë për këtë kom, për fe, për din, për iman, për arsim, për kulturë, për mjekësi, për shëndetësi, Alhamdulillah. dhe për gjithçka që punojnë, Zoti i bekon. Amin. Neve hoxhallarët jemi të përcaktuar me punu për fenë tonë, për fenë islame. E t'ju njoftoj shkurtimisht që këtu në këtë trekanç ku jemi për momentin, në këtë mal me pisha, e në pisha këto, Po, mal me pisha që na këndon Gjinkalla në 4 anët, e kemi përball veti dhe kam Mallakastrën. Mallakastra ka diku afër 70 fshatra, ka pas 55 xhami. Jemi sjell vërdall dhe për Mallakastrën me sot nga Prishtina, Allahu Gjelle Gjelaluhu nuk na ka bon rizk me marue me Mallakastrë një xhami. E lusë Allahun Gjelle Shanuhu në pardmon, edhe ju Mallakastritët kush më dëgjoni, edhe ju kush në Mallakastrë miq keni, insha Allahu Taala e kam rizk saktim të i Zotit, që edhe në Mallakastrë dvim
me vëllezër. Tash elhamdulillah në ballsh të Mallakastës është bën një xhami, por jo nga themeli, e improvizuar, jo shumë e madhe, shumë nuk i përket shumë kohës. Se ta bëjmë bilet faktën, bëjmë 55 xhami, ka pas, tash nuk ka asnjë. E lutim Allahun xhalla xhelalun nga ky vend që ta na jep mundësinë, inshallah taala, që edhe në Mallakastër diku të bëjmë një xhami shumë të mirë. Ju përshëndesim nga ky mal. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah takofshim gjithmonë për punë të mira dhe vepra të Amin, mira. amin, amin. Dhe mos na harroni dhe mos na ndani nga lutjet tuaja. Amin. Ma përcjellim edhe selamet vëllezërit tanë në Kosovë dhe do Edhe Zoti kretë i ruaj. kush na përcjell këtu në këtë kamerë, selam i bëjmë. Amin. Aleikum. Allah i të mbërëf.